Shpijek s'di. Jo, nuk po flasim në Afganistan, po flasim në Siri. Siri ka jek, Amerika po Venezuela. Siri si ka patur ushtarët e vet Amerika, po janë disa zhvillime globale. Ka ditur bombardoj. Po, nga lart i ka patur. Veç edhe këta. Po jo se po them se ka ndryshuar situata. Janë disa zhvillime globale që i diktojnë pastaj zhvillimin e politikave rajonale. Absolutisht, dhe prandaj sepse ne Mullah Osmani kur thot kush e nisi si nisi, ajo nisi në një fillimisht në një trajektore. Kujtohet atë Enver Hoxha ka qenë ministri i jashtëm duket. Kur i kishte pranuar atë delegacionin. Po, delegacion. Kam qenë edhe unë takim. Kam qenë edhe unë si gazetar, jo si. Shikoj ne kemi ligjin. Po du me thonë diçka. Atëherë pjesëmarrësit në luftrat e huaja. Ndërsa më pastaj erdhi. Tani e përmendet kolegën tuaj zotin Rexha. Përmendi një letër të një zëvendës ministri tashmë në detyrë. Që ka dërgu letër presidentit apo presidencës autoriteteve, duke e njohur një farë mënyrë meritën dhe kontributin e qytetarët Kosovës në çlirimin e Sirisë. Po kjo bjen ndesh me ligjin cilën ne kemi nxjerrë për me luftuar. Se bëshin media minimu Ukrainës. Letra e zotit Vokri. Kontekst që disa zhvillime globale pastaj Hoxha është kujdesur të spërzim politika të vendit. Avokat, pse s'u dënu dikush në Kosovë që kanë bërë apel me ndihmu Ukrainës? Çfarë ligj është për Ukrainë si për Siri? Luftrat e huaja. Po në Ukrainë nuk është që kanë shkuar. Kushtrimi ka bërë apel me ndihmu. Shiko, derisa në Ukrainë. Po pra. Unë kam thënë, a mua ke thy ligjin ti? Po jo, nuk kam thënë shkoni luftoni. Po çka ke thonë? Minimum ndihmoni humanitarisht. Po pse ti mos më dënu, më thonë ndihmoj unë në Siri, po më dënojnë ty për Ukrainë. Nuk kam thënë. A ligjin njëjtë? Jo, ata do dënonin. Luftë e ujë është edhe Ukraina. Jo, po çse ti do organizoje me një farë se do nxitje shkonin atje të luftonin. Aty që ju çon atje një paket ushqime ndihmës, ajo është një paket me çuaj ke hunger. Jo, për paket jo. Jo, po s'është kështu. Tregoj një ngjarje shumë interesant që është larg synit media, ndoshta avokati kanë dëgju, një qytetar i Republikës Kosovës, nga Hani Elizit, Murat Dërnjani, është dënuar me 7 vjet burg për pjesëmarrje në luftrat e huaja përkatësisht në Siri si pjesëtar i ISIS. Ditën që i ka bërë 7 vjet, në dalje të burgut të sigurisë lartë në Kosovë, është arrestuar. Dhe është qytetari i parë, për sa unë kam njohuri, që është autorizuar një hetim, është marrë një vendim për fillimin e hetimeve për veprën penale të gjenocidit. Gjenocid? Kjo është shumë interesant, po du ta bëj ekskluzive sonte për juve. Murat Dërnjani, i cili kishte shkuar nga Gjermania në Siri për të marrë pjesë në luftë me bashkëshortën e tij që ishte serbe, një grua, një generali serb të ushtrisë serbe, ajo ishte vrarë, edhe një gjerman tjetër i cili pashtu ishte me bashkëshortën e tij, autoritetet amerikane kishin kap në Siri, kishin sjell tek turqit dhe turqit e kanë sjell në Kosovë, është dënuar në burg sigurisë lartë, ka marrë dënimin. Nëse futemi tash lehtësisht në Google e shkruajmë Murat Dërnjani, kemi pa shumë informacione nga mediat ndërkombëtare, por ajo që është shumë interesant, dhe ndoshta kjo për avokatin me që është i fushës, i njëjti, për të njëjtin është marrë një vendim nga gjykata me kërkesë e prokurisë speciale për fillimin e procedurës për veprën penale të gjenocidit, që s'ka ndodhur deri më tani, s'kam njëri deri më tani, që ka ndodhur më herët, por që ka pas një kujdes të jashtëzakonshëm për të qenë jashtë publikut. Madje kanë bërë një përpjekje me komuniku me vllahun e tij në Gjermani, i cili ata kishin angazhuar një avokat serb. Avokati ka qenë i angazhuar serb në rastin e tij. Fillimisht u shpreh interesum për me bashkëpunu, po më vonë mora vesh që është rekomanduar që i njëjti mos me bashkëpunu në idenë se unë jam kundër këtyre farë burrave që tani po e trajtojmë që kanë qenë dënuar. Unë ajo që tha ish ministri, kisha dosh me qenë ashtu shumë. Ashtu kisha dosh me qenë. Unë kam shku vetë në Siri vitin 2012 për llogari shtetit, pas një cent, derisa ministri ka marrë rrugë për atë punë dhe kohë ka pas dëshërbime. Unë kam shku atje, kam vendosur vetën teme në rrezik për shtetin. Po Hoxha zëvendës ministër ka qenë. Ka qenë atë zëvendës ministër. Thonë besoj që ka drejt më shumë se kam vendosur jetën teme në shërbim këtij vendi. Dhe e kam pa me sytë e mi, e kam prek. Edhe ti kokë dyshim.
Pse? Pse ke Unë kam pështu? shku me llogari shtetit për llogari shtetit. Pse ke pështu?